Deputatët e kanë marrë pagesën për punën apo mos punën me tonë që e kanë bërë për një muaj. A mendoni që e keni merituar në përgjithësi krejt kuvendit të Kosovës? Kjo është kot nëse vazhdon i tillë ka bërë të serioze, shqetësim serioz. Jo veç për faktin që shkandohen shansë, po shkandohen vend, që shëllim dhe i nesër, tarifat e reja të energjisë. Nuk është vetëm të shpërdorim i një situatë kjo, po janë të rrezikuar shumë vende të punës në prodhim. Pra prodhimi në Kosovë vërtet rrezikohet një ramje e madhe e prodhimtarisë, e kanë punës në prodhim, që i vjen do të mbetim konsumator, parja do të eksportohet, pasojë do të jenë shumë të mëdha në vend. Kjo është një temë, po ka shumë tilla edhe duke mos pas parametrin e konstruar, duke mos votu ligje, duke mos proceset, është ka bëhet problem. Pra nuk e di si do t'i vjen puni kësaj pune. Ende po presim me shpresë çka do ndodhë me vendimin e gjykatës kushtetuese, nëse gjykata na hap mundësinë ose rrugën. Shqyr ne kemi ende opsionin që nëse propozohet një kandidat unifikues e votojnë, pra kemi thonë në kalumen edhe përsërisim që jemi për me dhënë votën, ndryshe nuk po di tjetër çka më bëu për vesh. A është unifikues Fatmi Lima? Nuk kam koment. Edhe në një princip media që vonë shkuar e harruar, gati që nuk ekziston emri i tij as për diskutime, as për tema të tilla. Po nëse kem përmend emra, edhe zotin Konjuqa, edhe dy zonja, nëse njëri nga tre është kandidat e votuar. Deri tash. Faleminderit.